Thirrja e studentëve për pjesëmarrje në proteste po zgjerohet. Nga një thirrje fillestare drejtuar profesorëve, sot ata kanë përsëritur thirrjen e njëjtë edhe ndaj gjykatësve dhe prokurorëve. Unionet e studentëve nga Universiteti i Tetovës, Universiteti Nën Tereza dhe Universiteti i Evropës Juglindore sot kanë adresuar një thirrje publike drejtuar alumnive dhe profesionistëve të drejtësisë, përfshirë gjykatës, prokuror, avokatë dhe përmbarues, duke kërkuar mbështetjen e tyre për protestën e paralajmëruar më 6 prill në orën 12:30. Mbështetja juaj është thelbësore, jo vetëm si profesionist të drejtësisë, por edhe si ish student që e kuptoni peshën e kësaj padrejtësie dhe rëndësinë e barazisë në qasje ndaj profesionit. Ju ftojmë që të bëheni zë i kësaj kauze përmes mbështetjes publike dhe pjesëmarrjes suaj në protestën paqësore. Prania juaj do të jetë mesazh i fuqishëm se drejtësia fillon nga respektimi i të drejtave themelore. Përmes kësaj thirrjeje, nga Unioni sqarojnë se synohet mobilizimi dhe solidarizimi i komunitetit juridik në një çështje që lidhet drejt për drejt me respektimin e të drejtave të garantuara me kushtetutë dhe ligj, konkretisht mundësinë për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kujtojmë se studentët edhe gjatë ditës së djeshme ju kanë bërë thirrje profesorëve universitar që të mbështesin protestën, ndërkaq mbështetje për studentët kanë dhënë edhe nga organizata në 4 orë.